Një aksidenti ndodhur mbrëmjen e së dielës në zonën e Shkëmbit Kavajës ka çuar në ndalimin e një shtetasi të përfshirë në veprimtari turistike me mjete lundruese. Policia e Durrësit arrestoi në flagrancë 51 vjeçarin Skendilajt Xhameta, i banues në Tiranë, i cili rezulton të jetë pronari i një subjekti që jepte me qira mjete jet ski. Sipas hetimeve të kryera në drejtim të prokurisë së Durrësit, Xhametaj akuzohet për shkelje të rregullave dhe mbrojtjes në punë dhe për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Ngjarja ndodhi teksa një turist belg 21 vjeçar mori me qira një jet ski pa pasur lejen përkatëse të drejtimit dhe pa u pajisur me mjetet e nevojshme të sigurisë. Gjatë përdorimit ai humbi kontrollin dhe u rrëzua në det, duke psuar dëmtime të konsiderueshme. Aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve në Spitalin Rajonal të Durrësit. Policia thotë se pas aksidentit, pronari i mjetit ka dhënë deklarata të rreme në përpjekje për të shmangur përgjegjësitë penale, çka e rëndon më tej pozitën e tij ligjore. Ngjarja rikthen në vëmendje problematikën e sigurisë në plazhet turistike shqiptare, sidomos në sezonin veror. Vetëm pak javë më parë, një 34 vjeçar britanik humbi jetën në të njëjtën zonë pas një aksidenti me jet ski. Në zonën e Shkëmbit Kavajës operojnë 3 subjekte që ofrojnë mjete të tilla për përdorim turistik. Përsëritja e incidenteve është kthyer në një shqetësim serioz për sigurimin e pushuesve dhe një apel i drejt për autoritetet që të shtojnë kontrollet dhe të marrin masa konkrete për të parandaluar tragjeditë të ngjashme. Policia dhe institucionet e tjera përgjegjëse kanë nisur hetime të mëtejshme për zbardhjen e plotë rrethanave dhe identifikimin e çdo përgjegjësi të mundshëm në rast.